Gjatë javëve të fundit janë përhapur disa mënyra të mashtrimit përmes SMS-ave që ju shkojnë qytetarëve në telefon. Këta SMS-a shpesh janë kinse prej postës së Kosovës, policisë së Kosovës ose prej bankave që operojnë në Kosovë. Rasti i fundit dhe më i madhi që është konfirmuar nga policia ishte rasti një gruaje e cila ka pranuar një SMS për me i përditësu të dhënat bankare. Edhe pas kësaj nga llogaria e saj bankare ju kanë marrë diku 10.000 euro. Kjo ndodh sepse në momentin që ju klikoni në një link që ju ka ardhur në SMS, i cili është mashtrim, aty ju kërkohen të dhënat aktuale të llogarisë suaj bankare dhe nëse ju i shkruani dhe i konfirmoni ato, ju këto të dhëna ja keni dërguar një hakeri që qëndron pas kësaj metode të mashtrimit. Për me pas kujdes, asnjëherë mos ofroni të dhënat e juaja personale ose bankare përmes linqeve që ju vijnë përmes SMS-ave. Policia, posta, banka nëse kanë diçka për t'ju kontaktuar mund t'ju telefonojnë direkt. Kështu që në asnjë formë mos ofroni të dhëna të tilla përmes linqeve të dyshimta. Për siguri, ju mund të kontaktoni edhe postën, edhe policinë, edhe bankën, edhe me i pyet rreth SMS-it që keni pranu. Çka ndërmarrin bankat në këto raste, sepse këto raste nuk ndodhin vetëm në Kosovë apo Ballkan, por edhe në vende evropiane. Bankat në Kosovë, me atë sa dihet deri më tani, i kanë hapur disa linja emergjente në mënyrë që kur ka raste të tilla, qytetarët me reagu, me telefonu bankën edhe reagimi prej bankës me qenë sa më i shpejt dhe dëmi të jetë sa më i vogël. Për me evitu rastet e tilla dhe dëmet që mund të shkojnë deri në mijëra euro, bankat për shembull në Zvicër ofrojnë 2 kartela bankare, një për qarkullim bankar, pra si xhirologari bankare primare, ndërkaq kartela e dytë bankare me një limit për shembull deri në 500 euro. Pagesat online ose porositë që i bëjnë qytetarët ose përditësimin e dhënave ose diçka që bëjnë online, i bëjnë përmes kartelës së dytë, pra që e kanë limitin deri në 500 euro, edhe që në rast se ndodh ndonjë mashtrim, dëmi është i kufizuar, pra nuk shkon në qindra mijëra euro, sigur këto raste që i pam në Kosovë. Kjo ndodh sepse në këto kartela ju depononi vetëm atë para sa ju duhen për pagesa online, pra nëse keni me blerë diçka 50 euro, i depononi ose i dërgoni me e-banking prej kartelës së parë në kartelën e dytë. Gjatë ditëve në vijim kemi me publiku disa metoda të tjera që po përdoren për me i mashtru qytetarët përmes rrjeteve sociale, andaj na ndihni në Gazetën Nacionale.